Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Kryeministri i Kosovës pranoi se është në bisedime me krerët e partive politike për zgjidhjen e çështjes së presidentit. Albin Kurti premtoi se do të ketë komunikime për median vetëm pasi të ketë rezultate mbi negociatat. Jemi në komunikim me kryetarët e partive opozitore, kur ka rezultate, atëherë një plot. Vetëvendosja ia fatoroi sërish opozitës një dështim të mundshëm për zgjedhjen e kreutërisë të shtetit. Ministri i Punëve të Jashtme Glauk Konjufsa tha se negociatat për zgjedhjen e presidentit po vazhdojnë dhe zgjidhja sipas si do të varet nga vullneti i opozitës. Një temë shumë e rëndësishme është që Kosova ta ketë presidentin, vetë se sa që ai ta ketë emrin Glauk Konjufsa. Shumë e rëndësishme është që ta kemi një president. Kjo është e para. Pastaj për emrin mund të pajtohemi, mund të gjejmë një konsenzus mes subjekteve politike. Unë që kam pa deri tash të dy subjektet politike nuk kanë qenë të vullnetshme me propozu emra. Kjo është edhe arsyeja pse jemi këtu ku jemi dhe nuk po duket që deri tash kemi gjetë një zgjidhje. Natyrisht do të besojmë zgjidhjet deri në fund, janë edhe 12 ditë, 13 kanë me deri në fund. Por kryeministri tashmë besoj që do t'i drejtohet edhe një herë partive politike. LDK-ja ma ka lënë për shtypjen që do të takohej, jo veç edhe një herë nëse ka nevojë, po më shumë se një herë, dhe ta gjejmë një zgjidhje për presidentin. Vetëvendosja vijon përpjekjet për zgjedhjen e presidentit dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja të parakohshme parlamentare. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Arberia Nagavsi tha se kryeministri Albin Kurti është duke vazhduar angazhimin e tij dhe se në ditët e mbetura pritet të arrihet një pajtueshmëri dhe një zgjidhje për çështjen e presidentit. Sa i përket çështjes së presidentit, kryeministri Kurti e dini që është duke vazhduar angazhimet e tij, edhe unë besoj që në ditët e mbetura, sepse nuk kanë mbetur edhe shumë ditë, të arrim një pajtueshmëri edhe një mbështetje gjithësisht propozime konkrete edhe të gjejmë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Pas takimeve që ka pas së fundmi me kryetarin Abdigjiku, kryeministri Kurti ka bërë prononcimin e tij për media. Besoj që për të gjitha detajet, sapo të ketë diçka të re, do t'i ndaj të dhënat edhe me ju edhe me shqiptarët. Partia Demokratike e Kosovës i kujtoi vetëvendosjes se ka dhe mundësi të tjera për të zgjidhur çështjen e presidentit të Republikës. Pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, Vlora Çetaku tha se nëse shumica parlamentare është e interesuar për të zgjedhur presidentin, nuk e ka opsion të vetëm bashkëbisedimin me këtë forcë politike. Zgjedhja e presidentit është një moment shumë i rëndësishëm për një demokraci parlamentare. Dhe ne kemi deklaruar që kjo çështje duhet të trajtohet me seriozitetin që i takon çështjes në fjalë dhe kemi kërkuar nga zoti Kurti që të formalizojë kërkesën e tij karshi Partisë Demokratike të Kosovës në një letër të shkruar. Deri në këtë moment, një letër e tillë nuk ka ardhur në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës, ndoshta ka adresa tjera. Procesi antarësimit në Bashkimin Evropian, linjëzimi i plot i politikës jashtme bllokun 27 antar si përcaktim strategjik, si dhe angazhim dhe përkushtimi i Kosovës në përmbushjen e reformave, ishin në thelb të takimit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Sipas njoftimit nga zyra e kryeministrit, në takim u diskutua dhe për aktualitetet politike dhe zhvillimet e brendshme. Zëvendës kryeministria dhe ministra e drejtësisë Donika Gërballa vizitoi zyrën rajonale për ndihmë juridike falas në Gjilan, ku ka vlerësuar rolin e këtij mekanizmi në garantimin e qasjes barabartë në drejtësi për të gjithë qytetarët. Gjatë vizitës Gërballa theksoi se ndihma juridike falas mbetet një nga shtyllat kryesore për sigurimin e barazisë para ligjit, duke mbështetur qytetarët që përballen me sfida shoqërore, ekonomike dhe ligjore. Sipas saj, qasja në drejtësi nuk është vetëm standard institucional, por detyrim ndaj çdo qytetari, ndërsa forcimi i këtij institucioni mbetet prioritet për një shtet të së drejtës. Aktualitet. Kosova dhe Shqipëria nënshkruajnë memorandumin për mbrojtjen e lumit Drim. Marrëveshja nënshkruar nga ministria Floriana Pacolli Dalipi dhe ministri Sofjan Jaupaj me synim mbrojtje dhe përmirësimin e cilësisë së ujrave, parandalimin e ndotjes ndërkufitare dhe ruajtjen e ekosistemeve dhe biodiversitetit. Bashkëpunimi do të përfshijë shkëmbimin e të dhënave, ekspertizës teknike dhe ndërtimin e kapaciteteve institucionale, njofton zyra për informim. Ministri i Arsimit e Shqipërisë Mirela Kumbaro përshëndeti finalen e edicionit 4 të konkursit të gjuhës shqipe dhe falenderoi gjithë nxënësit, mësuesit dhe prindit për përkushtimin, angazhimin dhe pjesëmarrjen në këtë eveniment. Si një lidhje e bukur, jo më larg se nesër ne fillojmë
edhe episodin tjetër, maratonën tjetër të Olimpiadës së Përbashkët për gjuhën shqipe Shqipëri-Kosovë, si një zinxhir që ka filluar dhe vijon edhe nuk do me ditë fare për kufit mes nesh, sepse ne na lidh gjua, kombi dhe gjaku. Finali e edicionit 4 të konkursit të gjuhës shqipe u përshëndet nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës i Kosovës, Hajrullah Çeku. Kombi shqiptar për ditë më shumë po integrohet shpirtërisht dhe kulturalisht. Rëndësia e këtij konkursi sot qëndron jo vetëm në vlerësimin e njohurive dhe aftësive të nxënësve në gjuhën shqipe, por edhe në kontributin e tij për forcimin e identitetit kombëtar dhe kultivimin e një brezi të ri të përkushtuar ndaj trashëgimisë së tyre kulturore. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.